fjalën kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalën kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Miku im, Dr. Richard, tregon për kohën kur këshillonte një grua që në adoleshencë ishte dhënuar seksualisht nga një grup banditësh. Edhe pse ishte besimtare dhe thoshte që i kishte falur ata burra, vite më vonë ajo traumë ende e përndishte. Dr. Richard e pyeti, bazuar në çfarë i fale burrat që dhënuan seksualisht? Dhe ajo u përgjigj, bazuar tek ajo ku vetë Jezus e u bazua. Atë fali sepse nuk dinë se ç'bëjnë. Doktori thotë, ajo që bëri tingëllonte e mirë dhe frymërore, megjithëse fetare, por nuk është falje sipas standardit të Perëndisë. Më pas, ai shkruan diçka që shpesh ne e harrojmë. Perëndia do që ne të falim, jo të justifikojmë mëkatin e tjerëve ndaj nesh. Si justifikojmë ne? Dr. Richards liston frazat që shpesh përdorim. Për shembull, ata janë njerëz, ata nuk dinin ç'bënin, ata humbën kontrollin, janë rritur në një familje të shkatruar. Megjithëse këto fraza shpjegojnë sjelljen e tyre, nuk janë në asnjë mënyrë justifikim për mëkatin. Mëkatari meriton të paguajë për atë që ka bërë. Prapse prap, është Perëndia ai që vendos drejtësinë për ne. Dr. Richard shpjegon se kur falim, ne e dorëzojmë personin në duart e Perëndisë, duke besuar se Zoti do ta gjejë vetë se si do të bëhet shlyerja për mëkatin e bërë. Nëse shlyerja do të bëhet nga një person apo nga Krishti që vdiq për të gjitha mëkatet tona në kryq. Po ju, në cilën pikë jeni në procesin e faljes? A është zemra juaj ende plot zemërim dhe inat për ato që ju është bërë? A mund të dorëzoni çështjen në duart e Perëndisë që të shihni drejtësinë të shkojë në vend? Bibla thot: "Sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju." Tani ju mund bëni këtë lutje me mua. Zoti i dashur, me gjithë zemrën time, e fal personin që më ka lënduar. Unë vendos atë person në duart e tua, qoftë për dënim, qoftë për mëshirë. E pranoj që nuk kam asnjë të drejtë të mos fal, kur ti më ke falur mua. Amen. Dëgjuat fjalën kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.